Përshëndetje miq, do thoni ju çfarë bën në këto orë te kryeministria. Në fakt, kisha rreth 3 vite që nuk kisha zbritur në këtë shesh për të protestuar. Sot është data 8 dhjetor. 8 dhjetor i rinis që rrëzoi në thonjza komunizmin dhe gjithë ditën kam pritur që të kishe reagim, protest, i natë në gjithë shka po ndodh. Po në fakt nuk ka ndodhur asnjë gjë nga këto. Dhe sot kam ardhur këtu 3 vite pasi protestoja dikur për çmimet, të nisi protest tjetër. Protest përballë Edi Ramës, i cili duhet dorëhiqet, i cili ka marrë nën sulm drejtësinë e në datë 12 gjykata kushtetuese duhet të shprehet. Unë sot po nisi protest këtu, atyre shokëve të partisë i përshëndes dhe vajzat, po kjo është i protest si qytetar, i ftoj të gjithë. Është simbolik kjo nisje i vetëm dhe do jem këtu ditë natë pa ndalim. Jo duke ikë në shtëpi, jo duke ngrënë dreka, duke dalë në televizore, pastaj duke ardhur për të protestuar një herë në kaq. Nga sot do vazhdojmë dhe uroj që këtu të ketë qindra e mira qytetar në ditën të vazhdim. Për më shumë do lidhem, ju përshëndes, ju dua fort. Fundja, ky është fati im. Jem një protestues i përjetshëm. Në erdhi dhe shteti, do me dhëmë policia, ata që unë dua shumë, e dini ju. Do jetë pandalim ditë natë, sot, nesër, pas nesër, kur të shpret gjykata, askush nuk mund të kërcënoj gjykatat e këtij vendi. Aq më shumë gjykatën kushtetuese. Dhe mendoj që nuk ka gjë për të festuar. Në një kohë kur po luhen fatet e vendit, çfarë të festosh? S'ka çfarë festohet. Kështu që do jem këtu. Në mëngjes do dorëzojmë në policitë e kërkesën procedurën, se i vetëm lejohet mua të rri, se banori i Republikës jam. Kështu që nesër dorëzohet e kërkesa për leje. E në vazhdim jeni të mirëpritur, i madh e i vogël, kur të doni këtu në shesh të bëhemi qindra, të bëhemi mira, të japim një mesazh i madh e i vogël. Nuk mund të vazhdoj kjo histori kështu. Një kryeministër që kërcënon gjyqësorin në momentin që po i troket e dera e vet, dhe nga ana tjetër, që janë kap që të gjithë gafil. Shikojni ata në Greqi atje. Shikojni vëllezërit te shqiptarët kudo janë që vuajnë. Shikojni. Kaq për sot. Këtu jam, kush do vjen.